kyç të saj i piketuar për kundërshtar apo për qenë kundër përballë presidentit aktual Erdogan në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Ai ka qenë një person kyç që prej shumë vitesh dhe një person shumë i rëndësishëm, është arrestuar jo vetëm, por edhe me dhjetra bashkëpunëtorë të tij. Akuzat janë nga më të rëndat. Opozita, siç e thash, ka reaguar në mënyrë të menjëhershme duke organizuar protesta masive në qytetet kryesore të vendit, nga Stambolli, Ankaraja apo dhe Izmiri bregdetar. Ajo pretendon që pjesëmarrës të këtyre protestave janë jo vetëm mbështetësit e saj, por edhe një pjesë e asaj popullate që nuk e duron më regjimin apo sundimin 22 vjeçar të presidentit Erdogan, duke qenë se edhe kushtet ekonomike në vend nuk janë ndër më të mirat e mundshme. Nga ana e tij, presidenti Erdogan përmes një deklarate, përmes një fjalimi mbar përpara kombit, ka bërë thirrje për qetësi dhe për ruajtje të rendit. Tani, dukshëm ajo që po ndodh në Turqi është një moment delikat për plasjesh të mëdha të dy qendrave të mëdha të pushtetit. Nga njëra anë është ajo e pushtetit të presidentit aktual Erdogan, dhe nga ana tjetër është opozita që kërkon ta marrë këtë pushtet. E gjithë kjo situatë nuk mund të kuptohet pa kontekstin gjeopolitik, pa ato që ndodh në rajon, në Europë, edhe veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, se çfarë reagimi do të kemi, reagim të radhës nga presidenti Erdogan, pasoja të këtij reagimi, apo çfarë do të kemi si reagim nga opozita, dhe çfarë do të ndodhë me Turqinë, jo vetëm brenda saj, por edhe në arenën ndërkombëtare, kur më shumë se kur i kërkohet Turqisë, që është një nga forcat kryesore në Europë, forcat dhe qendrat e mëdha të pushtetit në Europë dhe në lindjen e mesme, do përpiqemi ta kuptojmë edhe ta shtjellojmë me kolegun tim të nderuar, i cili ndodhet në Izmir, doktor Sokol Brahaj, kolegun gazetar. Përshëndetje Sokol, kënaqësi që ju kam në Syrin e Botës. Përshëndetje Dori, gjithashtu kënaqësi edhe për mua. Atëherë, kam përshtypjen që, siç e thash në fillim, për shkak të protestave të organizuara nga opozita turke në qytetet kryesore të vendit, përfshi edhe Izmirin, nuk kanë qenë net fort të qeta këto për ju dhe për qytetarët e tjerë të Izmirit, duke qenë se ti je në Izmir. Por të lutem, përpara se të më tregosh se çfarë ka ndodhur këto net, edhe nga këndvështrimi personal, unë dua një profil të shkurtër të atij që konsiderohet një nga njerëzit kyç të opozitës, se tashmë është vënë në pranga që nga data 19 mars Imamoglu. Ai erdhi në pushtet në zgjedhjet e 2018 me statusin atij që konsiderohet si një kalizi, pra ata që futen në betejë pa një histori pas shpine, por që çuditërisht për shkak të karizmës së tyre apo edhe mbështetjes apo rrethanave të ndryshme, arrin të fitojë dhe të ketë sukses, një sukses që ka pasur deri tani. Kush është ky personazh, nga erdhi, çfarë bëri, për më tepër cila ka qenë marrëdhënia me Erdoganin? Po, për ta njoftur Ekrem Imamoglu ose fëmijërinë e tij, në fakt këto ditë e fundit ema e tij ka dhënë disa prononcime, edhe jatit i ka dhënë disa prononcime në televizionet turke, ku thonë që një biznesmen shumë i suksesshëm, një biznesmen shumë i suksesshëm në infrastrukturë, në biznes, në import, në eksport, nuk kanë da mos e fut në politikë, më bjerë se nuk është politika gjë e mirë. Është që çdo gjë i ke në rregull, biznesin e ke në rregull, të ardhurat i ke mallore, nuk ke nevojë për politikë, por dëshira ti për të futur në politikë është futur me Partinë Republikane Popullore Turke në një mini bashki të Stambollit, ku për herë të parë që kandidon, ajo bashki ishte në duart e partisë së Erdoganit dhe ja arriti ta mundi dhe t'ja marrë bashkinë, domethënë Ekrem Imamoglu. Ekrem Imamoglu normalisht familjarisht, ose si ta themi domethënë ideologjia e tij politike ka qenë e gjatë dhe jo e majtë, ka qenë konservatore, dhe jo e majtë për rrethanat politike, mbarë se si ka qenë rrethi, përvoja, dhe është ka fillu politike me Partinë Republikane Popullore Turke, pasi ka marrë bashkinë e saj të kaduar të garet, ka dalë në syrin e politikës në fakt, jo vetëm të Stambollit, por edhe në të gjithë Turqinë, si ka mundësi që opozita që në atë kohë, domethënë i takon fiks para 10 viteve, doli njëri që ja mori një bashki Erdoganit, ku në Stamboll atëhera ishte më fort që studente fjalë që të fitonte kushtijet përveç Erdoganit, ja arriti t'ja merrte një bashki që ishte kalaja e Erdoganit. Pastaj 5 vite më vonë, zgjedhjet lokale përsëri, ai kandidoi për bashkinë metropolitane të Stambollit, normalisht, dhe i mori zgjedhjet me 75.000-80.000 vota, më shumë se sa kandidati Erdoganit, që ishte Binali Yildirimi, ish kryeministri i fundit i Republikës së Turqisë nga sistemi parlamentar. Dhe pastaj
normalisht që u anulluan atë zgjedhje, domethënë opozita e akuzoi vazhdimisht edhe ditët e sotme akuzojnë Erdoganin që Erdogani i anulloi sepse nuk e dëshiron që ta lëshonte Stambollin, sepse ajo është bashkia më e madhe dhe ka të arrat më të mëdha dhe për këtë u ripërsëritën pas 3 muajve në qershor zgjedhjet në 2019 dhe në 2019 pas 3 muajve Ekrem İmamoğlu arriti të marrë me 700.000 vota më shumë se sa Erdogani atë dhe normalisht u pranoi pastaj rezultatet dhe vazhdoi si kryetari i Bashkisë Metropolitane të Stambollit. Kurse në zgjedhjet presidenciale para një vit e 10 muajsh, Ekrem İmamoğlu ishte emëruar si nëse do të fitonte opozita do ishte zëvendës presidenti i Turqisë. Tashmë u kthyemë në sistemin presidencial dhe atë Ekrem İmamoğlu mori një emër edhe shumë më të madh në ashtu. Vim pastaj pas një viti më vonë, pas 8 muajsh më vonë në 31 marsin e vitit të kaluar ku u bën përsëri zgjedhjet lokale për Turqinë dhe Ekrem İmamoğlu natyrisht ishte kandidati i opozitës në Stamboll dhe aty e mori edhe shumë vota, normalisht që pastaj edhe vetë besimit tek opozita që është i vetmi lider, edhe në parti u rrit populariteti i tij dhe kështu që Ekrem İmamoğlu që vitin e kaluar, domethënë që pas zgjedhjeve të 31 marsit të vitit të kaluar, ai ka dalë në sheshe dhe ka thënë që tashmë unë jam presidenti i ardhshëm i Turqisë, sepse këtë metodë ka pasur Erdogani, këtë bashki metropolitane ka qenë edhe presidenti Erdogan që u bë lideri i Turqisë. Me këtë tradicionalitet Ekrem İmamoğlu është popularizuar jashtë mase dhe tani por mund të më pyesni ose mund t'ja vazhdoj. E kuptoj. Dhe kjo ndoshta nuk kupton edhe reagimin e Erdoganit, por nuk është rasti i vetëm ai arrestimit të İmamoğlu's me njerëz të rreth 100 persona. Kam përshtypjen që muajt e fundit një sër rastesh të tilla të ngjashme përfshin edhe arrestimet e asaj që mund konsiderohet një stres intelektual apo jo. Çfarë po ndodh në këtë kuadër dhe deri ku do të shkojë kjo valë nëse bëhet fjalë për një strategji të posaçme, le të themi të dikujt, nuk po dua t'i vë emrin askujt, domethënë sepse drejtësisë. Të drejtësisë. Më lejo të jem e panshme, më lejo të më respekto në panshmërinë time. Jo, edhe unë i panshëm jam. Dori, se ku do të ndaloj kjo valë është shumë e vështirë të themi, sepse pas zgjedhjeve të marsit të kaluar të jap një pasqyrë në fakt pas asaj, pas humbjes drastike të partisë së Erdoganit që humbi të gjitha kalat e veta metropolitane të Turqisë, në të vërtetë që nuk është i pari Ekrem İmamoğlu, siç e thatë edhe më parë, që është arrestuar, po ashtu kemi edhe kryetar të partive turke siç është Ümit Özdağ, sa të tjerë. Kemi edhe shumë gazetar, intelektual, po ashtu nëse ma lejoni të them, kjo zhurma e madhe që po bëhet tani këto arrestime normalisht që gjitha bëhen në emër të drejtësisë. Normalisht, por drejtësia do të kuptuar si drejtësi dhe jo si mjet politik në fakt dhe kjo po përdoret në Turqi dhe kjo është asheqar, do të thënë është hapës që kjo po përdoret në Turqi. Në fakt akuzat kundra Ekrem İmamoğlu kanë qenë në nëntorin e para një viti e gjys kanë qenë kur ndërruan presidentin, kur ndërruan kryetarin e bashkisë, kryetarin e partisë më të madhe opozitare, që është Partia Republikane Popullore, GHP-ja, ku aty akuzohen që Ekrem İmamoğlu dhe kryetari aktual Özgür Özel kanë bler delegatët e partisë për të rrëzuar ish kryetarin e partisë Kemal Kılıçdaroğlu dhe këtu kemi padi serioze ku supozohet që janë edhe me fakte që janë dhënë miliona dollarë, euro apo lira për të janë blerë domethënë delegatët e partisë për të dhënë votën e Özgür Özel'it, ku me këtu me gjëra të gjitha janë pranë prokurorisë tani dhe nuk i kemi të sakta gjërat për me sa flitet domethënë sidomos të krah në anën e medias të qeverisë, ato flasin edhe më shumë sepse kanë të dhënë besoj, por sipas atyre është që Ekrem İmamoğlu
kryetari I partisë, në fakt, kurse Özgür Özali është një kukull e kryetarit partisë, dhe që atë kanë filluar pandit dhe ka filluar shtregimi I masave kundra Ekrem İmamoğlu't. Dhe duke kuptuar këtë, siç e thotë edhe Özgür Özali, kryetari I partisë İmamoğlu't, dje ata që ne morëm të dhëna, do të thonë morëm informacione që Erdogani do na marrë partinë tonë. Do të thonë do të nisin të dërgojë një administrator të vetë, një njerëz të ngushtë të partisë Erdoganit për ta drejtuar partinë e opozitës. Dhe për këtë arsye është e mundur një gjë e tillë? Partia e opozitës nuk është një ndërmarrje, nuk është një biznes që mund të delegosh. Po dori. Apo se dëgjova mirë, domethënë. Po jo, Dori, ju e dëgjova shumë mirë dhe pyetja juaj është shumë e vend, por bëhet fjalë për në Turqi këtu, në radhën e parë. Në rast sepse sipas legjislacionit turk, nëse një parti, domethënë në një kongres duke zgjedhur kryetarin e përgjithshëm të partisë bëhen hile, rushfete, gjana, gjykata turke e anullojnë atë dhe automatikisht bie kryetari I përgjithshëm me të gjitha organet e partisë bien dhe kush do dërgohet? Atë dërgohet një administrator. Ai administratori normalisht që duhet me qenë nga ajo parti, por edhe mundet mos me qenë nga ajo parti, sepse ka shembull Turqia në këtë përvoja, kështu ka qenë edhe kur janë mbyllur partia e Erdoganit edhe të tjerë në fakt, por për këtë tashmë Özgür Özali, edhe dy fjali, Özgür Özali me 6 prije dhe vendosi dje në orët e mbrëmjes, tha që do të kemi kongresin e përgjithshëm të jashtëzakonshëm të partisë. Me këtë arsye që për të mos na marrur Erdogani partinë tonë, kështu shpreh Özgür Özali, për mos na marrur Erdogani partinë tonë, ne do të shkojmë në kongresin e jashtëzakonshëm, kështu që edhe pse fajsohemi me këtë punë, tashmë do të jetë nga e para, por me pa legjislacionin turk, në fakt nëse në atë kongresin e kaluar ka pas, domethënë, gjëra jo ligjore, përsëri ky kryetar nuk e ka të drejtin që të ftojë të bëjë një kongres të jashtëzakonshëm. Kështu që domethënë është bërë një rromuj aq e madhe sa që bomb pas bombet po plas, domethënë edhe nuk po na lën të fokusohemi në atë aktualitet që duhet të fliqim për anullimin e diplomës nga Pikërisht, edhe kjo është interesante. Po, kemi edhe shumë. Unë dua vetëm do të bëj një pyetje që ndoshta nxitem edhe nga ngjarjet në Shqipëri, po sigurisht ka të bëjë me atë që po ndodh në Turqi, me arrestimin e kryebashkiaut të Stambollit. Ka dy mënyra për të matur, le të themi, suksesin e një politikani. Është ajo e votës, ku numërohen vota konkrete, ka një shifër konkrete që e mat një sukses apo një dështim, dhe nga ana tjetër kemi edhe emocionet apo mbështetjen mbarpopullore që në momente të caktuara duket nëse është pro apo kundër një politikani, si në rastin konkret kryetarit të Bashkisë së Stambollit. Si ka qenë perceptimi publik? Pra, u ka ardhur keq njerëzve, sepse njerëzit shkruajnë në rrjetet sociale, shprehen pavarësisht problemeve që mund të ketë liria e medias, ndoshta në Turqi, po si ka qenë perceptimi? Pra, u ka ardhur keq pjesës më të madhe të njerëzve apo janë gëzuar për këtë ngjarje, për arrestimin e kryebashkiakut të Stambollit? Po Dori, në fillim, domethënë ditën e parë, në fakt ka pas reagime jo vetëm nga ana e masave, mund ta quajmë këtë, jo vetëm të atyre të opozitës, por edhe të tjerëve, por nuk ka pas një pjesëmarrje. E kam fjalën të njerëzve të thjeshtë, nuk flas të eksponentëve partiak që e kanë për detyrë, po flas të njerëzve të thjeshtë. Janë ndier keq që u iku Po, në përgjithësi janë ndier keq dhe kjo ka treguar një natë më vonë, edhe mbrëmje ka treguar sepse shumë domethënë njerëz të thjeshtë, domethënë bipartiak kanë dalë nëpër rrugët dhe sheshet të Stambollit, ku çdo guvernator I prefekturave të Turqisë, të gjithë Turqinë ndaluar automatikisht çdo grumbullim, mbledhje të gjitha, por sheshet mram kanë qenë plot gjitha. Ne tash se sa është, mund të jashtoj edhe këtë pyetje, sa mund ta konsolidoj kryetari I opozitës Özgür Özali, sepse Ekrem İmamoğlu tashmë është I arrestuar, por se sa mund ta konsolidoj këtë njerëzit, se sa mund t'i mbajnë në rrugë dhe në sheshe njerëzit, kjo normalisht që do të shohim në ditët e ardhshme. Nesër tashmë kemi zgjedhjet ku shumë interesante që
kryetari i opozitës së Zgër Ezeli ka luajtur edhe një bigjoz në fakt për nesër, ka thënë që do të kemi një kuti për anëtarët e partisë, 1.75 milion, por në të njëjtën mënyrë do kemi një kuti tjetër për simpatizantët që duan të jenë kundra diktatoriatit të Erdoganit. Sa do të marrin pjesë dhe nëse, tashmë kjo po debatohet ditën e sotme që nëse do të kemi një pjesëmarrje me të vërtetë shumë të madhe ku zgjedhjet e kaluar, domethënë ende nuk është bërë një vit ende që Partia Republikane Popullore mbori gati 20 milion vota në gjithë Turqinë, nëse nesër do të ketë një dyndje të madhe në kutitë e votimit, domethënë për të qenë Ekrem İmamoğlu kandidati i arshëm, domethënë për të qenë rivali i Erdoganit në zgjedhjet e ardhshme, atëherë normalisht çdo gjë mund të ndryshojë sepse do të japin forcën popullore partisë, por nëse do të jetë e kundërta, atëherë me të vërtetë që lemi dhe automatikisht duke parë në përvojat e krizave të tilla në Turqi, domethënë të tjera që kemi kaluar sidomos të 10 vitet e fundit, Erdogani del edhe më fitimtar dhe ta kthej në pozitivitet për veten e tij. Ndërkohë që para arrestimit, sikurse ti e the, ndodhi edhe le të them çdiplomimi i Ekremit, heqja e diplomës nga Universiteti i Istanbulit, kam përshtypjen. Përse edhe kjo mas për ta shmangur definitivisht kthimin e tij të mundshëm në politikë dhe pas një dalje pas një përfundimi të historisë me drejtësinë, përse edhe një veprim i tillë? Ishte i domosdoshëm? Po, veprimi i tillë Dori është që kushtetuta turke, nëse dikush do të jetë kandidat për president, duhet në patjetër me qenë me fakultet në bachelor. Edhe për këtë arsye domethënë është që tash pse kanë ardhur domethënë tek këtu ku kanë gjetë atë mangësinë që të shkojnë te kjo në vitin 1990, Ekrem İmamoğlu kur ishte çunëri, ka shkuar në Kipër veriore turke, domethënë në Kipër, në veri të Kiprës të ishullit, ka shkuar për të luajtur futboll, thot me sipas të thënave të tina, domethënë zyrtare, që aty nga isha djalë i ri duke luajtur futboll, thashë të regjistrohem në një universitet. Në atë kohë 1990 normalisht në Kipër ka pasur universitete, kështu një kaçë, dy kaçë që thënë në shkallë. Domethënë dhe është regjistruar atje. Pas një viti e ka lënë futbollin atje dhe ka ardhur në Turqi, në Istanbul. Ku ka ardhur në Istanbul ka bërë transferimin e shkollës nga atje për në Turqi, për në Istanbul dhe normalisht nuk janë njohur lëndët që ka marrë atje një vit, por janë njohur vetë lëndë dhe është aprovuar që të vazhdojë të fakultetin të tash. Problemi që lind, domethënë këtu është që në 2000 vitet e fundit për mos të lejuar infiltrimin e shkollave të Fethullah Gülenit, të shkollat e fetëve në përbotë, mos të lënë të vinë në shkollat për mos mu infiltruar në universitetet turke, këto kanë nxjerrë ligje dhe në bazë të ligjeve të sotshme domethënë kërkohet një gjë atëherë, por në atë kohë në fakt atë kemi edhe gabime edhe juridike, sepse në atë kohë një problem të tillë nuk ka qenë në Turqi fare, domethënë e para, e dyta, një diplomë anullohet nga fakulteti, nga sekretariati dhe dekani, zëvendës dekanët e fakultetit, por këtë diplomë ka anulluar senati i rektoratit, kështu që edhe aty duket si është automatikisht është kundërligjshme, por gjithsesi nëse pas 12 orë në fakt u arrestu pas këtij vendimit të universitetit, por në këtë është rruga ligjore dhe me sa flasin juristët në lidhje me këtë temë, normalisht nuk e ka të drejtën universitetit të bëjë një gjë të tillë, sepse nuk është diploma false, ai ka hyrë aty, ka marrë shkollën të gjitha, por vetëm transferimi nga atje e këtë gjë është transferuar nga një universitet që nuk e njeh Turqia, por zatën Kipri e veriore turke ka emrin, edhe domethënë nuk ka qenë një shtet Shqipëria apo Bashkimi Sovjetik apo dikush tjetër. Edhe me këtë aspekt ka probleme, domethënë ai duket që është totalisht kundra juridikut, por njëjtën kohë edhe opozita fajson Erdoganin sepse ai nuk e ka treguar dot askund deri më sot që ka një diplomë fakulteti, edhe pse zyrtarisht thuhet që ai ka mbaruar Marmara University. E kuptoj. Pyetja e fundit, e thash që në fillim që kjo situatë përplasje dhe konflikti, agravimi i konfliktit të brendshëm në Turqi nuk mund të kuptohet jashtë kontekstit gjeopolitik. Tani cilat kanë qenë reagimet e forcave të tjera të pushtetit në rajon, por dhe më gjerë ndaj asaj që po ndodh në Turqi, për të kuptuar ndoshta se si do të shkojnë si kjo situatë, pra situata e përplasjes mes Erdoganit dhe opozitës. Edhe a ka ndonjë lidhje kjo që po ndodh, ky moment në të cilin po ndodh kjo gjë me ato që po ndodh në kontekstin gjeopolitik?
Tashmë jo, ende nuk, domethënë as vetë qeveria nuk ka krijuar një lidhje të tillë, por nëse vazhdojnë të protesta ashtu, normalisht që do të lidhet me të huaj, domethënë është dikush i jashtëm që ja bën këtë Turqisë nga brenda gjoja, por nëse shohim këto reagimet ndërkombëtare, sepse në Turqi ambasadorët nuk flasin sikur flasin në Shqipëri, ambasadorët mbajnë vendin e tyre sigurisht. Mbajnë vendin e tyre, domethënë nga vetë Erdogani ka treguar ku patar në fillimin e qeveri, në 2022, 2003, 2004, që tash nuk bojnë prononcime të tilla, por nëse shohim reagimet ndërkombëtare, nuk kemi ndonjë reagim ndërkombëtar aq të fortë, sidomos nga Shtëpia e Bardhë, nga Amerika, reagimi s'ka fare dhe kanë thënë që është çështje ligjore dhe është e Turqisë, dhe edhe Trumpi këtu ka dalë para ligjit, ka pas padite ndryshme me dhjetra dhe kjo është një gjë ashtu. Por nëse shohim në përgjithësi, reagimet të këtij lloji kanë qenë, kurse marrëdhëniet internacionale disa nga Bashkimi Evropian ashtu kanë për krah, kanë shprehë mbështetjen për Ekrem İmamoğlu, por gjithsesi kjo është një çështje e brendshme turke, por ajo që është, domethënë në këtë që nëse ma lejoni ta them, është dori që Turqia po kalon për ditë shumë të rëndësishme geostrategjike, rajonale dhe globale, qoftë në Siri, në luftën në Ukrainë, Rusi, por ashtu edhe në Gaza, edhe gjithandej, po edhe për mrena në fakt ka që ndoshta nuk është rrahur shumë në median shqiptare, është që javën të kaluar dhe themeluesi i organizatës terroriste PKK Abdullah Xhalani ka bërë thirrje që të ulën armët të gjithë terroristët e PKK-s dhe Turqia ka një slogan tashmë dy javë të fundit që Turqia pa terror. Domethënë kurdët tashmë nuk do bëjnë terror në Turqi, sepse ka gati gjysmë shekulli që mbi 40-50 mijë ushtar janë vrarë nga forcat terroriste PKK-s. Për këtë arsye, domethënë është një vend shumë të rëndësishëm, Turqia është një periudhë shumë të rëndësishme, por se si e lejon të degradojë në këtë masë marrëdhëniet pozita me dorën e drejtësisë, kjo me të vërtetë që le për të dëshiruar, por gjithsesi të dy anët duhet të ulen në tavolinë, duhet të ulen, por sa po kuptohet edhe prononcimet zyrtare të djeshme të qeverisë dhe të vetë zotit Erdogan, po ashtu edhe të opozitës janë çdo minutë më shumë po shkojnë në një ekstrem shumë të madh, populli është në rrugë. Ajo që të paktën vihet re, siç e thash dhe në fillim, në këtë rast, në këtë moment krize është edhe numri i madh i arrestimeve dhe i të arrestuarve, të një profili relativisht të lartë edhe të një profili intelektual. A ka pasur në historinë e re të Turqisë një moment të tillë arrestimesh masive dhe pyetja e dytë, këto arrestime a do të ndikojnë në riformatimin e peizazhit politik dhe social të Turqisë? Pra, po përdoret arrestimi si armë për të ndryshuar, le të themi, konfiguracionin politik dhe gjithçka që ka të bëjë në lidhje me të? Në fakt që të 10 vitet e fundit gati, arrestimet e tjera në Turqi kanë qenë të vazhdueshme dhe nëse shohim vetëm median sociale X feministës e fundit, qoftë para këtij Sulejman Soylu, por edhe ministri i mbrojtjes të tanishme që ka një vit e gjysmë që është Alier Likaja, me numra 10, 20, 30 kundra terrorizmit, kundra FETÖ-s, kundra PKK-s, domethënë arrestime të tilla kemi pas dhe një koleg i joni për mbrëmjet u arrestuar për lidhjet në se çfarë ka shkruar dhe çfarë ka hidhur në Twitter në 2012 në Gezi Park, Ismail Sajmazi, dhe për shembull ai u lirua, domethënë në arrest shtëpiet dhe me drejtë më shumë hir firmë një herë në javë. Domethënë arrestimet e tilla ka, kurse këto arrestime që janë bërë domethënë ditët e fundit të Ekrem İmamoğlu't janë 106 vet, ku e gjithë elita, domethënë gjithë grupi i punës së Ekrem İmamoğlu't që kur është futur në politikë në ditët e sotme, janë të gjithë arrestuar brenda. Do të ndikojë kjo. Do ta shohim në ditët në fillim, domethënë se si mund ta sa do të jetë një gjendje. Po mund të konsiderohet një situatë pa precedent apo jo? Mund të konsiderohet një situatë pa ndodhur më parë.
Po, mund ta konsiderojmë si një situatë që pandolli më parë, por nga ana do të shohim edhe reagimet e Erdoganit, sepse Erdogani pasi kaluar 40 tetor ka bërë reagimin e parë për këtë çështje dhe ende pra përsëri nuk ka bërë, domethënë do të presim ditën e nesër me se si do të reagojnë atë, por me sa shoh unë domethënë këtë degradim kaq i madh dhe popullit të dalin në rrugë, në vërtetë që unë pres për shembull faktin shumë merrmendja mua tani për tani pas 2 orëve ndryshoj mendimet, por deri me tani si do të kemi një gjaktohje edhe qoftë nga qeveria, por qoftë edhe nga opozita, por gjithsesi do të pritet vendimi ku tashmë Ekrem İmamoğlu është dërguar në gjykat, është duke dërguar në gjykat dhe sot ose orët e mëngjesit të nesërm do të kemi një domethënë do të kemi një vendim të gjykatës dhe nëse ai lihet i lirë Ekrem İmamoğlu do të kemi krejt një pasyrë krejt ndryshe politike tonë do bien, por nëse arrestohet normalisht do të kemi edhe gjëra edhe më ekstreme se sa janë bërë këto 3 ditë e fundit. Reagime më ekstreme nga opozita, por edhe një gjë nëse ma lejoni, dori të them që të gjithë partitë opozitare vjet dhe sot kanë shku pranë opozitës dhe janë pranë opozitës dhe ku këta kanë qenë shumica e këtyre kanë qenë edhe shokë të Erdoganit dhe reagimet mund të rriten nëse arrestohet Ekrem İmamoğlu, por për të arrestuar Ekrem İmamoğlu jo për korrupsion, por për ndihmën që me gjoja që është akuza për terrorizëm. Nëse ajo ashtu edhe bashkia Stambollit ik nga dora e opozitës dhe ka lënë ne